është shumë pranë këpucës së artë, që në La Liga është një nga betejat më të forta të çdo sezoni, aty ku golashënuesit më të mirë matin forcën, instiktin dhe qëndrueshmërinë e tyre deri në fund. Por cilat janë gjasat që Vedat Muriqi të hyjë në histori me këpucë të artë, do diskutojmë sot në studion e programit të mëngjesit së bashku me kolegët e mi, Ervlina Okrashtica, mirë mëngjesi, mirë se erdhe në studio. Kasim Gërbeshi, mirë mëngjes dhe faleminderit që të sot je së bashku me ne. E Tritalla, mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, faleminderit vërtet. Po shkon radioni ty? Super, kena pas shumë lojme interesante në javën e kaluar që kena diskutuar në radio këtë diel. Kena diskutuar edhe Vedat Muriqin që në ka ardhur si në fund të emisionit në ardhur si lajm bombastik. Edhe është për me, unë e kam marrë të më thonë të reqe, të më thonë më tërshith, e limo Vedati që kam shumë gjasa, kam shpresa shumë doja që të kam e marrë këpucën artë. A ka shumë gjasa? O gjasa shumë doja të e ditë. Falke për topin e artë, nuk e di diçka kështu gjatë vikendit, por a mund të jetë shumë largë topi? Ja, topi të artë jo, nuk me thonë asë nuk është në top 10 për top të artë, por... Që tjetë edhe nësë është aty dikun pranë, është shumë mirë. Normal, as diskutohet, po këpuca artë është diçka që me fitu në La Liga, një ndër kompeticionet më të fortan që janë në futbol, atër është me mposht Kylian Mbappé, një ndër lojtarët më të mirë në botë, është një gjë shumë e madhe për Vedat Muriqin. Pra, ata që kuptojnë futbol, besoj që Mbappé e din është një nga lojtarët më të mirë në botë, ndërkaq që Vedat Muriqi i afrohet, pra vetëm 2 gola më pak se sa Mbappé ka të shënuar. Kjo na bën me kuptu se sa i madh është Muriqi. E vetëm gjë që penalizon Muriqin është ekipi, për shkak se nuk është ekipi më prestigjos i mundur në La Ligë, edhe kjo e penalizon shumë. Kjo do thotë që më pak mundësi për Muriqin që më shënu më shumë gola. Mendoj që kjo është i vetmi gjë që e penalizon. Po, është një ndër arsyet që nashta Muriqi nuk i ka shash 40 gola, po i ka veç 21, për shkak të ekipit, por edhe me ekipin e Mallorcës ka arrit mi shënu 21 gola, që është një gjë shumë e madhe mbrana një sezonit. Unë e përshpresoj edhe po besoj shumë që ka me kalu Kylian Mbappé, e vetëm arsye është që tu e ditë edhe formën e Real Madridit për momentin që nuk janë në formën më të mirë në La Liga. Për Champions League është, unë i thëmë, është tjetër mesele, vetë një arsye që Real Madrid e njihet që është ekipi mbretëror për Champions League, i ka mas shumë të kupa në Champions League, po të e ditë forcën edhe vullnetin e Muriqit edhe përkrojnë që ka jo vetëm nga ekipi, po edhe nga tifozët e Mallorcës, unë e gjatë s'kisha levrit për Mallorcës deri sot t'isha penzinu, me jetu me një ishull, me postin atë ekip në përkroje, po besoj që e shkon sa në maj mirë që i kishë ndodhë Vedat Muriqit në karrierën e vetë. Kasim, sa ka gjasa me ndodhë realisht këpuca e artë? Gjasat janë shumë të mëdhaja, sidomos të e pas parasysh që i ka edhe nëse nuk gaboj 7 gjero para vetës, që mënet do më thonë edhe 7 ndeshje në La Ligë, që mënet me tregu vetën, po njëkohësisht është edhe që më me thonë si duket ose si që është Kylian Mbappé me formën e ti. Po që ka vle me u cek të Vedat Muriqi është që Vedati është histori motivuse për të rinjt tonë nga Kosova. Vedat Muriqi vjen pikërisht nga futbolli i Kosovës. Vjen nga Prizreni, vjen për Iliris të Prizreni që sipas informatav ata që janë rritë në diasporë, në vendet ndryshme, në vende shumë të fuqishme me... Po, të e pas parasysh që na si Kosovë, kena pas futbolin në Kosovë ka kalu në disa probleme shumë të mëdhaja, ndër vite, deri sa ka rrit në bile shpesh përmenet nga Komiteti i Futbollit në Kosovë, Lloçi i Kosovës. E ka penalizu këj Lloçi i Kosovës? Jo, kjo si që përshijet u konë vetë veç motiv për ta. Përshijet që ka qenë veç motiv për ta. Futbolli është fat. Futbolli normal dyn talent, po dyn e pas edhe shumë fat. Vetë një arsye është që na unë e përmenë edhe historinë e Ronaldos, dhe më thonë që unë dalimi mes Ronaldos edhe Messi thëmë për përmeni pak është që Messia ka talent që thonë në dhonë ti prej Zotit, Ronaldo e ka 99% punë. Së është dalimi që ty të vynë fat për me mbriti kun edhe Messia dhe më thonë këtë karrierën e vetë e ka qënë Barcelonë. Ronaldo është në Sporting, në Portugali, tani ka shku në Angli, që të më thonë vynë fati,
që ti ku jetën edhe se çka bën me jetën tonë. Do të thonë unë po kitë futbollistat me lind me një ekip ose me pas me çu për fëmijës me lu për Barcelonën, vallai veç për me Shpëti që më thonë, që se zëdhejës që atërë mo nuk e di kur, e tash që për men edhe kolega Piluqit... Konsistenca në punë përveç talentet. Exakt, Muriqi ka një histori goxha interesante, nëse kësha mujt me cek. Prej vitit 2020 deri në 2022 ka qenë pjesë e Lacios, edhe nuk është që ka pas shumë minutash. Mas andej është huazu prej Majorkës për 2 javë, po ka qenë në fund të kontratës nëse nuk ga bëj, edhe gjatë kësoj kuhe ka bë përpjekje me u lidh për Brugge të Belgjikës, një ekip të Belgjikës, mirë po nuk është realizu kontrata edhe u këthy shumë i shgënjym. Se ka qenë shumë, ashtu shumë i sigur që ka me qenë pjesë e ekipit. Mande e ka ble Majorka dhe tash është të shkujt histori për Majorkën. është shumë interesant që shka rrjedh kjo historia ti dhe të Majorka. A është në prajmin e ti për momentin, Muriqi? Definitivist, është në prajmin e ti. Muriqi si individ është perfekt, do thot, veç ajo pjesa e ekipit që e penalizon goxha shumë. Pjesa e ekipit për qëllën ekip fjallë? Për Majorka, për Majorka. Nuk muna me krasu ekipin e Kosovës edhe Mallorkën edhe me krasu pëse... Penalizon shpesh edhe besoj se cilën futbolist. Për shkak të pozitës. I penalizon është edhe në ekipet të ndryshme. Apo kur kthejnë edhe në kombëtare. Jo veç Kosovës dhe Artanët, po dhe të tjera. Është pak problem se kur lun me një ekip, ti jemi në ekip për një ku, të më thonë, Vedat Muriqi më do që se s'ka bëj, ka bo 3 ose 4 vjetë, 3 vjetë në Mallorca, edhe të më thonë, u stabilizu me ekipin edhe bjenë gjithë dit një po letarë të njëjtë. Edhe mëso është dykur me një, të më thonë, une me letarë të mishë ashko në luj, unë halo pa ma gjutu për në ditë saktësisht ku pa ma gjunë, si mësu me të mënyrën së qysh ma pasën më topin. Ashtë me komtare, sakt, e ta shky me komtare, i ka letarë, po më thonë, me një ku, të më thonë, ashtë të pithëm 2 javë, ato, okej, e njesë si litar, por nuk përbesej që nuk është e këshqysh dhe vikend se që shlun qaj litar që bashkëpunon, në qoftë Muslia, ose qoftë Hadërgjone, ose qoftë dikush tjetër. Që koha e shkur që i bjem në komtare, është shumë e vështirë që dhe kjo me kalëzu vetë 100%, se nuk mujnë asë ta me kuptu Vedat Muriqin se që shlun 100%. Po, shumë e vërtet. Nëse mujna me bo një lloj krahasimi, e kena për shembull kur vjen puna të klubet edhe të kombëtarja, e kena një prej legjendave të futbollit botnor, e kena David Beckham, i cili u kon yll me klube, po në Angli nuk është që ka bo ku me ditë sa. Kjo nuk e vlerëson, për mendim tami nuk është vlerësimi saktë në lojtar se a është i mirë apo jo. Nëse më lejoni me tregu që përveç që është në garë Vedat Muriqi për këpucin e artë në La Liga, Vedat Muriqi u hi edhe në histori të klubit Mallorkës. E ka thy rekordin e gollashnuesit më të mirë atë, ku ka arrit shifrën e 55 gola, ndërsa i dyti metit Samuel Eto'o me 54 në fakt. Vedat Muriqi, unë prapë kthejna është motiv i madh për lojtarët edhe djalmoshat të rinj nga Kosova, cilët e synojnë që në një karrierë të bujshme në të ardhmen. Për zdi, do me thonë me fjallë tjera është... Vedat Muriqi që ne, të rritë tonë, veçanërisht djemë të Kosovës, kanë talent për futbol? Po dihet, ajo na historikisht kena pas lojtarë që kanë luajtur na për klube të mëdha të ndryshme, na për botën, sidomos na për Evropë. Disa prej tyre kena për ma shembull, edhe pse nuk janë direkt për Kosovës, se kena Granit Xhakin, kena Gjerdan Shaqirin, po njëkohësisht e kena edhe... Ajo është arritur pasaj besoj, unë e thash edhe më herë një dallim që jemi të e bu këto, që përmende lloqin e Kosovës. Po për lloqit Kosovës janë edhe Amir Rahmoni, për shembull, ose tashti që janë yjen e ardhi, Albion Rahmoni, Albion Gallapini. Jam që jetojnë diasporë përveç talente që janë shumë talentuar. E kam pas fatin që ndrit me një vend që ka ofruar kushte dhe ka qenë lehtësim për një konsistencë të vazhdueshme dhe ata me arrit suksesin me pas ndoshta rrugtimin se sa djemt që vinë nga Liria, nga Besa, nga... Që së mbjen, faqë ndërprejtë, së mbjen me përmen, unë që ka menoj që Kosova ka shumë talenta si që i kena zvelu dhe sot. Edhe unë thëmë pse, për ma shambull, shumë thjesht Barcelonën. Barcelona, 99% letarëve i ka 3, po fullëm 18-24. Po kupton? Edhe pse te na, ose për thëmë edhe 16, se ki edhe 17 letarë që lunë në Barcelonë, ki 17 veçarë që lunë edhe në Real Madrid. Po të më thonë është pse na në Kosovë nuk jepë mundësin letarëve të rinj, që janë 16, 17, 18 që ka talenta ekstremisht shumë në Kosovë, edhe po marrëm të nkun letarë prej jashtë shteteve bina në Kosovë.
Do më thonë pse nuk e morëm na me i zhvillu, me shfrytzu për ma shambull Djan Gallapeni. Djan Gallapeni prej lushit Kosovës tash po luan në Poloni. Është super lojtar Djan Gallapeni. Apo kupton, do më thonë edhe i ka 20 vjet, nëse s'ka bëj është 2-3 vjet më i vogël se unë. Që do më thonë, mendoj që na si Kosovë do të më shumë me i suportu lojtarëve të ri, 16, 17, 18, që me i rrit edhe pse jo mas ne me i shit se përfiton edhe ekipi, përfiton edhe lojtarë, përfiton edhe Kosova, se po marrë edhe një ekstra lojtar për Kosovën. Që kjo, që me thonë bashkë që loqin e Kosovës me nëzirë loqin ta mund se ka shumë loq për funi, ka shumë lojtarë cilësor talentum që munden me i zhvillu edhe me i ndihmu Kosovës shumë. Thamë që përfiton në çdo rast Kosova, Kasim Ervlina, nga secili sukses i çdo lojtari, sigurisht që përfiton edhe nga secili sukses i Vedat Muriqit. Pa tjetër. Nëse kisha mujtë një pyetje për kolegët e kam, Samuel Eto'o e ka një mural në stadiumin e Majorkës, për shkak që ka shkruar historia. Mendoni që kish mujtë me ndodhë diçka e tillë, ose ka me ndodhë për Muriqin? Ajo është për dita e ditës. Një kohë që ka ndodhë, ka qenë AI nëse s'gaboj, veç është mbush kështu vete me një mural të Vedat Muriqit, po që tash besoj është dita e ditës, nuk besoj që ka përket se tifozave të Mallorkës, tishujt Mallorkës, se a e dojnë Vedat Muriqin ajo, kena pas një intervistë ekskluzive në portalin e Klan Kosovës nga kolegu jonë Endrit Krasniqi, i cili e ka marrë një intervistë një tifoz të Mallorkës dhe e ka pyet se qysh jo e shihni Vedatin në Mallorkë. Mënet mu po edhe në shumicën e rrugëve, po edhe në videon e fundit publikume të vetë klubit, ku është një komplet tifoz të e bërtit emrin e Vedatit edhe të thonë topi orët është për ty. Edhe që aty tani ka lind ajo dëshira që Vedat Muriqi me fitu topin e ardhë. Mos të harrojmë që në ndeshjen e fundit Vedati ka zhënu 2 gola, dhe 2 golat, falë 2 golave të Vedat Muriqit, matematikisht Mallorca ka pështu para nga liga. Se pikët që i ka marrë ka arrit mungjit ma nalë për mos me. Shpëtimtari i Mallorkës. Këto e thashën në mahera, do më thonë kjo pak e penalizon për shkak se Mallorca është të lujt për mbjetes, edhe normal që stilin e ka një stil defanziv. Edhe kjo do të që ka ma pak mundësi Muriqi, mundësit për gole ja mundëson kjo vetë vetës, ashtu nuk është që ja mundësojnë lujtarët e ti për rreth, edhe kjo e penalizon kogja shumë, fatkeqësisht. A do të qëndroj këtu, ka ndonjë ofertë, mund të lëviz Muriqi? Kam dëgjuar që ka oferta prej Turqisë, më kty prapë në Turqi, po unë nuk e besoj që largohet nga Mallorca, besoj që Mallorca kam ja bo një ofertë më të mirë se që ka për momentin. Sa i përket një statuje, unë nuk besoj që kanë me largu statujën e Samuel Eto'os, po kanë me bo një domethënë si statuj tjetër, ma ekstra për Vedat Muriqin, se normal e meriton për krejt që ka bo për ekipin e Mallorcës. Po nuk besoj që largohet nga Mallorca, unë po fuli për veti, me nejt me një ishull kësha po qef. Me më dasht krejt ishull e ty, edhe jo veç ishulli po dhe ekipi më dasht shumë, është një privilegj shumë i madh. Edhe për shkak të rrjedhshmërisë dhe historisë që e tregova, ka një lidhje shumë të ngushtë me Majorkën, nuk e besoj që ndron. Kasim, çfarë bën? Unë foli për shkak që pozita gazetar në shikojmë këto mediat. Qëtash të shkoha, masaktësisht koha pranverore është kur fillojnë dyshimet ose fillojnë interesimet e klubeve të ndryshme për lojtarë. Media spanjolle, ku po dënë të ma mirë për Vedatin, se sa mi shiku media spanjolle se qka po thojnë për të që është atë. Media spanjolle raportojnë që Vedat Muriqi vetëm mund të largohet nga Mallorca vetëm nëse Mallorca bie nga liga. Një gjë tillë faktikisht po shihet që nuk mundet me ndodh, edhe pse u përfol për një transferim ritransferim, u rikthy prapë te Fenerbahçe, po edhe nëse nuk gaboj, në një intervistë që e ka pas për një podcast spanjoll, ai Vedati ka thonë që për kam qef mu rikthy, po nuk besoj që rikthejna. Do më thonë, qëndrimi i ti në Mallorkë, si që përmeni edhe kolegë ma hirët, me konë si Vedati, unë i kisha penzionu që atje. Një ishull i mirë, në zetë, po detën për skajt është... Dashnin e njerëzve. Dashnin e njerëzve e ko maksimale. Bile qatë shumë e kanë dashnin, sa që e kanë cilësu edhe pirat. I kanë thonë pirat i Kosovës. E kanë shumë nickname pirat, apo? Po, pirat. Edhe vetë Mallorca bile sa herë bën shënim të goljave, ose kom do një sukses, ose edhe video gjatë stërvitjeve. Kur kalutën në Kosovë, thonë që, më thonë, zë ekip, kur
një lojtar shkon në përkombëtare, ata e qesin që qytetar lojtarë shkon përkombëtare. Sa ka përmend për Vedatin, ka thonë Pirati i Kosovës kthehet në Po Kosovë. shumë mirë. Unë më thashë edhe më herët, po nuk mu përgjegjët shumë keq nesh. Sa përfiton Kosova për Vedat Muriqet? Na shpesh e përdorim shprehjen thojna sportistat janë ambasadorët më të majtë në vendit. Të e pas parasysh që shteti i Spanjës neve zyrtarisht nuk na njeh si shtet, dhe kena të lashë shumë të mëdha me tas që në shumë ndeshje zyrtare kur ka luajt kombëtarja e Kosovës, sidomos më duket nëse në gaboj të Unistenishat kur ka pas ndeshje direkte Spanjë-Kosovë, ata na kanë referuar me fusnot. Duke e pas parasysh ose mediat atjeshit na referojnë shteti ashtu quajtur Kosovë. Edhe nuk na referohen shtet. Shteti Kosovës. Sepse kohët fundit janë liru pak nga ky kompleks. Mujna me thonë që ndikimi Vedat Muriqit në La Liga ka qenë shumë i madh. Nëse nuk ka bëj, më kujtohet para një 3-4 vjetë që ashtu gjithçka, kur u kanë fillimi i tina në Mallorca, Vedat Muriqi ka refuzu që në faqet zyrtare të La Ligës, ose në faqet zyrtare të futbollit, Federatës Futbollit Spanjës, mu vendos flamuri i Shqipënisë në vend të asaj të Kosovës. Vedat e ka thonë, jo, du me vendos flamuri i Republikës të Kosovës. Shumë mirë. Kjo krejt për ndërsjellje të ajo shpreha që ne thojna që sportistat janë ambasadorët më të mirë dhe më të mëdhej të vendit tonë. Pa dyshim që kanë bërë shumë ma shumë dhe se vetë politikanët. Po. Pa dyshim. Sikur se Vedat Muriqi, por edhe shumë të tjerë që po i quajmë kështu që kanë dalë nga lloqi i Kosovës. Sepse pa dyshim që një punë shumë të madhe e kanë bërë dhe vetë sportistët apo futbollistët në këtë rast, që janë lindur dhe janë rritur qoftë në Zvicër apo në Gjermani, që asnjëherë nuk e kanë harru Kosovën dhe vendlindjen e baballarëve dhe nanave të tyre. Nuk mendoj që kishte ndonjë forma e denjme na përfaqësu. Tu e marr parasysh Muriqi është momentalisht në viralitetin e karrierës së tij, edhe në çdo ndeshje ashtu veç po e përforcon atë emrin e tij dhe po përmendet si një ndër futbollistët më të mirë të Kosovës. Në çdo paraqitje të tij, veç po e përforcon ato, edhe është shumë Po e kemi pa pak edhe ndoshta këto golat e fundit, por edhe ato atë javës kalume nuk është që ka përjetuar shumë mirë. E kemi pa pak i ka përjetuar të vujt. Me dhimbje. Me dhimbje, ndoshta sepse pengu i Vedat Muriqit është ajo që nuk mujtë me realizu për Kosovën. Vazhdon me ndjenjë një lloj faje. Është, po edhe, kom thonë... S'është faj, po ndoshta dëshpërim për to, sepse... Diskutohet. Askush... Kena përmen, javën e kalume bashkë, si kom thonë edhe në humbjen fitore nuk do të mi thonë lojtarëve ose mi gjyku lojtarë pëse nuk keni fitu, se nuk po besoj asë njën e për njëve që nuk ka qëve fitu. Ka kish buaj Arsenali që kish bo pa di për klubin, nësë s'ga be Arsenali, nuk e di s'le klub ke? Ta nuk ndohë, vallaj. Nuk më kujtohet për momentit. Tifaz, po. I Arsenali që bën pa di pëse... Se po hub Arsenali. Po hub Arsenali. Vedati masë ne ka marrë dhe me presion se dhe më thonë, menjerë masë përfundoj Kosova dha gol me Marokën, dhe më thonë masë 2 dite, a menjerë 2-3 dite dha gol me Marokën, edhe dhe më thonë e shprej qatë mlefin e tina të qajtë, se pse nuk mujta me thonë gol me Kosovën që mja realizu vetit edhe Kosovës andrën për më shku në botërorë. Shte qaj presioni, edhe normal presioni prej neve tifazëve që i kena këshirë me zamë, kena posë që me fitu, edhe normal nuk ke fatin e dorën tonë për me fitu. Presioni ti shumë i madhë prej neve, prej vetës, prej Kosovës, prej letarve, prej bashkëletarve, edhe ka shprej me latë, normal, kur dha gola, është halo ma mirë edhe për të. Më ma shumë të më pëlqej bashkëletare ti të vërtit, për Kosovën, para kamerës. Edhe Shqip. Edhe më thonë se e ka vrejt, e kam po dhe ata që sa shumë edhe e ka vujt problemin që nuk kena mujt më shku në botëror. Mirë, po qëfar do të kemi, sepse këtë jave kemi mushë me plot ndeshje futbolistike. Unë se një adhuruse shumë e madhe e futbolit dhe fushave të gjellë bra, ka mu knajshë këshur futbol. Jo mu knajshë, valla. Në sjavi kena ndeshjet e Champions Leagues, faktikisht edhe sot përbjen, edhe sot i kena ndeshjet 2 ndeshjet nga Champions League, ndërsa njerëse prapi kena të cilat kanë mu transmitu ekskluzivisht në platformën Artmotion. Nuk mëj, unë e këmë thonë që ndeshja e parë mënët mu parashiku dyqysha më ndeshje të këthyse. A janë ndeshje të këthyse që ta që do të... Jam pak ma zërmi parashiku se si që ka thonë edhe javën e kalu me kolegi, ka thonë mënët më ndohë ma i farë remontata që i pibjen njeri këthim i fuqeshëm. Unë besoj, unë e pedhu
do më thonë, për thonë mendimin tem, Atletika e rëzën borqën, sot. Atletika e rëzën borqën. Jo, nuk po. Edhe e ka zëj arsyen, do më thonë, Simone, trener, ti për shumë i meqëm. Do më thonë, është e keni po, Atletika ka hup, javën e kalume për ligë, po krejt litartë i ka pas të ekipës dytë. Do më thonë, mos tëmë... Kalon me pauzu e kemi cek djetë. I kalon kitë litarë me përshu për që krejt litarë. Barcelona kalon me litarë të vetë, se Barcelona... Do më thonë, Barcelona është tash të luftu për 2 tituj. Po do me fitu La Ligën, po do me shku dhe në Champions League. E tash nga thojnë... Treto pak, po do me shku. Simone këto e kalu shumë menqëm, se nuk ka pretendime për La Liga, pretendimi vetëm për të është Champions League. Kështu që atë fiton Atletika, Paris e rëzën Liverpool dhe së mundët me rolli a këthejnë Bayernit në Bayern. Unë e mendoj që Bayern i ka me fitu. Eksakt, edhe Bayern dhe Barcelona. Unë e s'duhëm po fulli për statistikave të Champions League-ës. Rolli është mbreti Champions League-ës. Rolli 99% rostëve ka këtyre montate. Qka? Paris e ka kry vitin e kalun, Paris. Nuk e di, unë po dushoj pak. është favorit. është favorit, po. Kuotat janë të favorizuar. është favorit, edhe ka pos... Edhe Bayern gjithashtu. Një kod. Vrej që është tifoz e Bayernit, a? Qysh më vrej që i tifoz e një ekipit, po fiton Bayernit. Po fiton kështu pa pas kërka. Jo, Bayern është shumë mirë, gjosat i ka shumë doja. Po, ka fitu në Madrid, që është një sen shumë i mirë, po... Reali nuk është këtë vetë shumë keqë. është në Dali. Reali dhe Barcelona e në lëmë këtë vetë, këtë Jo, po, shala ka gja mirë është. Barcelona ma mirë është. Në besoj që Barcelona ka me këthy ndeshën sot. Kur përmendet kompeticionit Champions League-ës, këtë ju shkon me nga të Reali. Adin që e ka një shifrë, ko që të nalë që të nëse të ka bëj 15 liga, tash do me thonë. Që i ka 15 Champions League në historit klubit. Përmenet gjithmonë Reali, se Reali... Përmenet ADN-ja e tyne, si kurse edhe Barcelonës, po së shikimi po tu shkëllqy as Barcelonën, as Realin, javën e kalume në ndeshet e para. Po, ama do me thonë 15 herë me konë kampion botëror, jo një ligës, po kampion botëror, që kretë ekipe që e ke pas për para i ke rëzu, do me thonë, kush lënë këndër Realit në Champions League, dridhën. Aktualisht nuk është në formën më të mirë. Në falë edhe Turqia janë dridhë në ndeshën me Kosovën, në së harrojmë. Edhe pse si kena 15 yje, 15 kualifikim. Gjo është ekip. Që asë si të besoj që dridhët edhe ka emocion. Vetë emri Real Madrid, qëro nuk jam fanë si Real Madridit, pak po, me marrë me humor. Edhe të favrejë që së të kështë fanë. Edhe në nuk jam Champions League heq, unë jam fanë si Inter, edhe në largëm. Edhe ma katastrofë. Në largëm. Mirë ma s'ke Juventusit. Vishtë kena kujtit se që shtë herën e kalume mu gjujtë në mu njerës, sidomos tifozat e Barcelonës që ju thash është ekipa të leshentës. Mush të më gjuhën, ata shumë mire di që në zdi, kur shumë për futbol edhe mu kër nuk më nga smojnë tifozët e